Përshëndes nga Tirana, për Focus TV është kënaqësi. Goxha, çfarë po ndodh? 17 ditë protest? Po, 70 ditë protest. Nuk kishte ndodhur asnjëherë. Fillimisht pati ditë që ishte edhe mbi 100.000, ma sa kam parë. A do të ringrihet përsëri, siç thonë shtator? Ne mendojmë që do ta ringrajmë më shpejt. Ato ditët që ju keni parë që kanë qenë 100.000 janë ditë të cilat kanë qenë të caktuara, ditë në cilat është thirrur edhe diaspora dhe ka marrë pjesë. Pra kanë qenë 2 ditë të një proteste kombëtare. Sërish është të thirrur një protestë kombëtare me datë 14, 15 dhe 16 në cilën do të marrë pjesë edhe diaspora, edhe ata po përgatiten të vinë. Kështu që besoj që shpesh herë do të kemi kështu protesta të mëdha kombëtare ku numri do të jetë mbi 50.000, 60.000, mund të mërrijë edhe 100.000 sërish. Pastaj në shtator, duke qenë se njerëzit kthehen nga pushimet, kthehen nga prenotimet e tyre që kanë bërë, besojmë që në shtator pjesëmarrja do të jetë edhe më e madhe, por do të jetë konstante në shesh për çdo natë më e madhe. Për mendimin tim, protesta ka arritur të shkatërrojë Ramën në arenën ndërkombëtare. Rama nuk është më faktor për të huajt, as për stabilitetin, as për dialog. Por duket që arroganca e tij nuk ka kufi. Do të vazhdoj protesta me këtë qytetari, me këtë brez të bukur, pas një thyerje, apo do të kemi edhe mosbindje civile? Qëllimi i kësaj proteste ka qenë dhe vazhdon të jetë delegjitimimi i kryeministrit, delegjitimimi i qeverisë dhe delegjitimimi i forcave politike në këto 36 vite që kanë marrë peng të vend. Pothuajse ka arritur në disa suksese të saj, pra e para suksesi delegjitimimi i opozitës është delegjimuar totalisht, pra aktualisht nuk kam opozitë, është delegjimuar kryeministri ashtu siç thatë ju, është delegjimuar qeveria totalisht ashtu siç thatë ju, dhe jemi në rrugën e delegjitimimit të forcës politike të cilën përfaqëson kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Protestat do të vazhdojnë të jenë paqësore, me ardhen e shtatorit sërish do kemi përballje te parlamenti shqiptar, për arsye se në shtator rifillon parlamenti dhe në shtator ne do të fillojmë përballjen me ato deputetë të cilët neve themi nuk na përfaqësojnë, pra vetëm mënyrë që ata të përfaqësojnë këtë popull është që këta deputet të shkarkojnë të qeveri, të shkarkojnë të kryeministër dhe të miratojnë një qeveri teknike 12 mujore apartiake. Vetëm në këtë moment ata deputet mund të quhen të denj për të përfaqësuar këtë popull që i ka votuar, pasi është ky popull i cili po kërkon këtë shkarkim dhe këtë largim të kësaj qeverie. Organizimi duhet të jetë i përsosur, sepse të nxjerrësh për 70 ditë një masë aq të madhe, megjithatë prap emra konkret të organizatorët nuk dalin. Është një strategji, është taktik, apo do të kemi më vonë të dimë se kush janë organizatorët real? Është një vendim i grupit përgjithshëm koordinues të protestës për mos të dalë me emra të përveçëm, lart e poshtë, pasi edhe grupi përgjithshëm koordinues nuk ka një udhëheqës, nuk ka një kryetar, është një grup i madh i cili funksionon në mënyrë kolegjiale, vendimet merren në mënyrë kolegjiale në atë grup me shumicë vote dhe kështu është vendosur të shkojë deri në një pikë të caktuar. Kjo është bërë edhe për arsye sigurie, po është bërë edhe për arsye që pushteti të mos kapi tek një person dhe të mos ketë një kryetar, për arsye se deri më sot jemi mësuar me këtë kultin e individit që patjetër një kryetar, dhe një nga pikat që neve kërkojmë të prishim pra në këtë sistem gjithë njerëzit që kanë dalë është ndryrimi i sistemit. Po ndryrimi i sistemit do të thotë deri më sot kemi ecur me sistemin nga viti 1926 deri më sot ne kemi ecur me sistemin e kultit të individit, pra një person i cili udhëhiqte gjithçka. Ai është koka, ai është mendja, ai është gjithçka. Jo. Në realitet neve po themi që këtu nuk është një person, po këtu është një popull i gjithë. Dhe kur të gjithë mendojmë dhe dëshirojmë një gjë të përbashkët, atëherë mund të arrijmë në këtë mënyrë pa pasur nevojë që të kemi një kokë, por thjesht një grup koordinues i cili koordinon atë çfarë njerëzit kërkojnë në shesh. Fillimisht pati akuza idioteske, agjent Tiranit, fantazira nga... Personalisht keni qenë herë në Iran? Jo, s'kam qenë kur. Rama ka qenë. Velia i ka qenë. Dhe kur këto akuza vinë nga emra që se kanë iden, domethënë për politikë në jashtë, si Tavlan Balla, pse shkoi Rama, pse ra kaq poshtë? Si e mendon? Dakor, unë mund të jem kryeminist, nuk dua askënd të dalit protestojnë ndaj meje, po të shkoj deri tek Irani. Po problemi është sepse ajo që ndodhi i shokoi, pra këta e para e kishin menduar që ishin njerëz të paprekshëm, kishin menduar që shqiptarët nuk çohen kurrë, dhe sidomos të çohen kundër tyre. Edhe atë që kanë menduar mund të kenë menduar që shqiptarët mund të çojnë 1, 2, 3 ditë dhe kaq do mbaronte gjithçka, po kur panë që protesta zgjati, pra ishte dita e 20 e asaj që ta morën sulmin, atëherë pan diçka që nuk kishin parë as në ëndrat e tyre më të këqija.
Dhe kjo i shokoi, dhe në momentin që njeriu shokohet, pastaj ai bie prej emocioneve dhe nuk di më pastaj çfarë flet. Jo, jeton jashtë realitetit. Absolutisht, po, sepse shoku të nxjerr jashtë realitetit. Ndërkohë që nuk po bën asnjë tërheqje nga Zvërneci, për mendimin tim Sazan është zbythur Kushner ashtu si në Beograd, dhe duket që është refrakatar, por në Kongresin Amerikan ka kaluar një shtojc ligji, nuk e di do të kalojë në shtator apo jo, që të fillojnë hetimet nga CIA, DEA dhe FBI për lidhjet me trafiqet. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë, mbase gaboj, që të kërkohet deri në Hag, sepse të largosh 1 milion vet, nuk e di se çfarë mund të jetë më tepër se gjenocid ndaj kombit tënd. Është një pastrim etnik i programuar. Ka kaluar të hikin mbi 1 milion në një vend që nuk e dini, 3 milion kemi mbetur, ndërkohë 4 milion, më shumë janë jashtë se brenda. Ndërkohë, si e shikon, diaspora ka mbështetur fuqimisht kudo, dhe këtu në New York nuk ka pasur kur më parë të dilin mbi 500 veta për asgjë. Kur. Dhe është ai brezi i ri që për mendimin tim, ose janë fëmijë të prindërve të larguar nga dy krahët, ose komunikojnë me moshatarët e tyre që janë në Shqipëri, që mund të jenë në një nivel dhe më të lartë se sa fëmijët që janë këtu tek ne, po që paguhen nga 100.000 e 150.000 dollar në vit, dhe kuptojnë që ai kërkon t'i bëj sklever të zaos, kuzhinier dhe kamarier atë brez të bukur. Unë kështu ka i quaj, brez i bukur që proteston. Kam drejt? Absolutisht. Diçka tjetër, ju keni qenë pjesë e forcave të armatosura, në mos gaboj, më fal për mos keni studiuar në Turqi për pilot? Jo, në Turqi kam studiuar për teknik avioni, kurse shkollën për pilot e kam mbaruar në shkollën e aviacionit në Vlorë, në rubrinë e Shqipërisë. Vazhdon shkolla e aviacionit në Vlorë? Për disa kohë është mbyllur shkolla e aviacionit në Vlorë, tashmë kemi vetëm disa kurse që kryen, ato i përkasin shkollës së bashkuar në Tiranë, po kurset kryen kryesisht në FARC, në regjimentin e helikopterëve, për arsye se aktualisht kemi vetëm helikopter, dhe një pjesë e studimeve teorike bëhen në shkollën e bashkuar në Tiranë, kurse praktika bëhet në regjimentin e helikopterëve në FARC dhe në Kuçov, ku zhvendosen nganjëherë për praktikë fluturuese. Keni qenë pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë, mbas jeni kthyer nga... Unë kam qenë pjesë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në momentin që kam mbaruar shkollën e bashkuar, pastaj më brapa pasi jam larguar për në ushtrinë shqiptare të Kosovës, më tutje pastaj nuk kam qenë më pjesë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Kam vazhduar në jetën civile, pas marrimit të luftës, kam punuar në administratën shtetërore disa vite si në aviacionin civil, pastaj më pas jo. Është kjo normale? Për një vend që investon për dikë që të jetë pilot, nuk mund ndodhi kjo as në Greqi, as në Amerikë, as në Turqi, besoj. Jo, nuk ndodh, ata i kanë të rregulluara me ligje këto gjëra, te neve nuk janë të rregulluara, te neve kushdo që vjen e zbraz administratën ose çdo kënd tjetër sipas interesit elektoral dhe jo sipas interesit të administrimit ose të nevojave të shtetit. Pse u sulmoi Rama me UÇK-n? Dikush që ka qenë kundër atyre, besoj, e ndjente që hiezoi, pra nuk do askënd që të ketë, po i them thonjza grada të tilla, a e ndjet veten u të ofenduar me këto akuza? Jo, as pak nuk ndjehem ofenduar nga një person i cili nuk ka asnjë vlerë, pra ndihesh ofenduar nga dikush që ka një vlerë, që është një intelektual, që ka një vlerë shoqërore, kombëtare në vendin tonë. Pa në rast se dikush me vlera kombëtare dhe shoqërore dhe intelektuale do të thoshte një diçka të gabuar, atëherë do ndihesh ai ofenduar, por një person si Rama nuk ndihesh si ofenduar, pra është si puna e saj kur ecën rrugës edhe të kafshon një qen, ndihesh ofenduar pse të kafshon një qen në rrugë. Është një qen, thjesht një qen në rrugë, nuk thehesh ta kafshosh, po vazhdon rrugën. Për UÇK-n është folur shumë, por nuk është folur shumë në Shqipëri, besoj. Ishte diçka që çdo shqiptar nga të dy anët e kufirit duhet ndihet krenar. Rama nuk ndihet. As pak për këtë. Unë nuk di të them ndihet apo jo Rama krenar, por UÇK-ja është gjëja më e mirë që kombi shqiptar ka nxjerrë që nga 45-a e këtej. Them kombi shqiptar sepse UÇK-ja nuk ishte vetëm në Kosovë, por si është ushtria shqiptare e Kosovës. Në këtë morën pjesë të gjithë shqiptarët nga trojet etnike edhe nga diaspora. Po, më mend janë nisur dhe nga Yonkers në New York, nga këtu është dërguar. Nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ardhur një batalion, dhe quhet Batalioni i Atlantikut. Po. Edhe anë financiare është
fillimisht nuk u mbështet nga administrata amerikane, të jemi realist, pastaj patën mbështet. Ju po thoni nuk u mbështet, nuk do thosha u mbështet për arsye se ata persona u lejuan të niseshin nga New Yorku. Fillimisht me uniforma dhe me armatime. Po, fillimisht thash nuk u mbështet, pastaj është mbështet. Fillimisht pati akuza jo terrorist, siç ndodh gjithmonë. Pastaj nuk diskutohet që ka qenë mendon se arritën qëllimit. Çfarë ndodh me heronjtë e UÇK-s tani? Nuk e kam iden në Kosovë. Ushtria shkoi edhe 40.000 mos gaboj? 38.000 shkoi ushtria shqiptare e Kosovës. Ishte vetmja ushtri e cila e arriti qëllimin e saj politik që i kishte vënë vetë, sepse çdo ushtri, pavarësisht se është ushtarake, ka një qëllim politik dhe qëllimi politik i saj ushtri ishte çlirimi i Kosovës. Dhe ky qëllim politik u arrit, Kosova u çlirua. Pastaj më mbrapa procesi tjetër është komplet proces tjetër i cili i përket një populli në paqe për të vendosur se duan të jetojnë më vetë apo duan të bashkohen shtetit tanë. Kjo është një proces i cili besoj do marrë kohë, është një proces i pashmangshëm bashkimi kombëtar, por që të bashkohet kombi duhet që të pastrohet më parë oborri në të dy anët nga ata cilët nuk e duan këtë bashkim. Platforma e Jesse Helms, cilin unë kam pasur fat të takoj, ai ka një letër rreth 20 faqe për Reaganin, nuk mund të ketë zgjidhje në Ballkan, thot Jesse Helms, pa bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Natyrisht në atë kohë Shqipëria ishte vend komunist, dhe ai thotë jam me një Shqipëri komuniste për të ndaluar daljen e Rusisë në ujërat e ngrohta dhe nuk ka shans që Amerika ta hiqte Kosovën nga Serbia që ta lindte më vetë, ashtu siç është. Synimi final është bashkimi. Pse politikanët shqiptarë ndruen dhe kanë frikë ta kërkojnë? Askush nuk ngalloi gjermanët për 50 vjet kërkonin bashkimin e tyre derisa realizuan, dhe unë kam këtë bindje që nacionalizmi e shpëton Shqipërinë. Pa bashkim, jo thjesht që tregu si logjikë ekonomike bëhet më i madh, por janë si dy pjesë. Dhe ajo pjesa andej më duket më nacionaliste se ne. Ne jemi bashkë. Nuk do thosha që është më nacionalist ose më ashtu. Adetarizmi, unë nuk do quaj nacionalizëm, adetarizmi është i përhapur të shqiptarët gjithandej. Pra, por ajo çfarë i pengon është për arsye se klasa jon politike është një klasë e shitur, pra nuk është një klasë e cila ka ardhur nga dalë nga gjiri i popullit. Duke qenë të shitur, atëherë këtu prevalon interesi ekonomik dhe politik i vendeve të cilët ka janë shitur. Është një për llogaritje shumë e thjeshtë matematikore. Pra aktualisht Serbia shet në trojet shqiptare 5 milion këmisha. Këto 5 milion këmisha i shet me çmime të ndryshme dhe fiton 25 milion euro. Në rast se nesër ta shqiptarët do ishin bashkuar, atëherë vërtet mund të shiste këto 5 milion këmisha, pa ma do fiton vetëm 5 milion euro. Për këtë arsye prevalon interesi ekonomik i këtyre vendeve, të cilët për interesin e tyre ekonomik kanë bërë qasje politike në rrymëlynën e Shqipërisë dhe në Kosovë dhe në trojet e tjera, duke bler politikan për t'i mbajtur për nevojat e tyre. Dhe pasi i kanë bler një herë, për si puna e saj, po hëngre një lurë çorb të prishur vjedh gjithë jetën dhe pastaj neve mbajmë kurriz. Dhe duajmë neve këtë çorbën që ta kanë hëngër. Fatkeqësisht Athinë, Beograd kanë pasur shumë rol, por besoj se do të shkëputet pikërisht nga ky brez i ri që po del. Shumë e rekëm pra të fillim që shqiptarët nuk qohen, shqiptarët se nuk janë adetar, nuk janë nacionalist, por kjo tregon që është tërësisht e kundërta. Ajo për mua tregon një gjë që ai realitet që jeton në Rama dhe çdo politikan tjetër është fake. Ky brez as nuk i shikon, as i ndjek, as i dëgjon dhe as nuk do t'ja di për ta. Kto tregon kjo. Pavarësisht tek mikrofoni mund të ketë edhe, po i them, thoj za ekstremist, njerëz tani mikrofoni është mikrofon, por po të shikosh me vëmendje, unë kam dëgjuar elokuencë si nga brenda, si nga është një brez, jo i bukur thjesht në pamje, por dhe në ato që flet. Brez që do vendin e tij. Se nisi thjesht nga ajo tërheqje zvarr. Për çështjen e mikrofonit, do sero diçka, aty te mikrofoni te podiumi, mikrofoni është lënë i lirë, duke qenë se është një protestë mbar popullore, mikrofoni është lënë i lirë për çdo që do të flasë. Aty ka njerëz që vinë që kanë nivel të lartë intelektual dhe flasin, ka njerëz të cilët nuk mund të kenë elokuencë, por flasin, ka njerëz që vinë për të çarë hallin e tyre ose diçka tjetër. Por pikërisht, gjithsesi, për këtë arsye është lënë i lirë. Por duhet të kemi gjë parasysh, të vinte ajo që thotë që brezi në Shqipëri, pra në Shqipëri patriotizmi ekziston, adetarizmi ekziston. Parulla kryesore e gjithë kësaj proteste që 7 ditore është Shqipëria nuk është në shitje. Ja, ishte edhe një më e bukur. Shqipëria shqiptare vdekje tradhtarë në sap koshiencë të fjalë e madhe të frashërit. Nuk është e vogël. Absolutisht. Absolutisht. Pra kjo tregon që adetarizmi
te shqiptarët ka vluar gjithnjë, pavarësisht se në raste të caktuara, në vite të caktuara ai ka qenë i mbytur nga presioni politik i partive politike, të cilat kanë pasur pushtetin në Republikën e Shqipërisë, por ata nuk kanë arritur ta mbytin adetarizmin dhe në momentet të caktuara kur Kombi Tadeu ka pasur nevojë ky adetarizëm ka dalë, siç edhe njerëzit kanë dalë tash për 70 ditë, njerëzit dalin në shesh pa i thirrur kush, pa lënë takim, ata e dinë që do dalim në shesh derisa të rrëzohet Rama dhe qeveria Rama. Pra është lënë sheshi si një vend takim, tashmë është bërë një rutinë e përditshme e popullit. Është bërë se xhira jonë dikurshme para 90-s. Ti e brezmiri, ti e brezmiri, po. Çfarë ndodh day after? Ta zëmë Rama hikën. Për mendimin tim, Rama do të ketë presion nga këtu. O Spaku duhet të arrestoj, o do ta helmoj gruaja vet, si dikur para arsit i shëll. Po janë gjitha opsione, janë gjitha. Unë dëgjoj aty Avni Rustem, presioni që i bëhet. Po pastron letrat mendimi im. Po negocion burgun dhe mbas hetimeve që ka këtu, burgu mund mos ta bëjë vetëm në Shqipëri. Çfarë ndodh the day after? Kjo masë e madhe, ky organizim do të prodhojë një lëvizje politike? Domethënë si do hyet në parlament? Në momentin që Rama jep dorëheqjen e qeveria Rama jep dorëheqjen, atëherë kjo protestë do të zhvendoset te Parlamenti i Republikës së Shqipërisë për të kërkuar parlamentit që të ngrejë një qeveri teknike 12 mujore. Për arsye se është parlamenti, pastaj është presidenti i Republikës i cili propozon emrin e kryeministrit dhe pastaj parlamenti miraton këtë qeveri nga ky kryeministër të ngritur me qeveri teknike apolitike. Për këtë arsye kjo protestë do të kërkohet të zhvendoset te Parlamenti i Republikës së Shqipërisë, ku parlamentarët atje pastaj të ngrejnë këtë qeveri 12 mujore dhe pas ngritjes së saj qeverie 12 mujore, kjo protestë ka mbaruar për momentin qëllimin e saj, pjesërisht dhe më pas i kërkojnë shoqërisë civile, e cila duhet të sjellë propozimet për ndryshimet kushtetuese, për ligjet që duhet ndryshojnë në një periudhë 12 mujore dhe më pas të shkojmë në zgjedhje të gjithë të barabartë. Grupi i përgjithshëm koordinues ka një rregullore të qartë, e cila është bërë qartësisht dhe thuhet që nga ky grup koordinues nuk del parti politike, nuk del lëvizje politike për sa kohë kjo protestë është në funksion. Në momentin që kjo protestë shuhet, pra i ka arritur qëllimet e saj, pastaj gjithë secili është i lirë të bëjë forca politike, parti politike, të konkurrojë vetë, pra gjithë secili është i lirë të bëjë çfarë ti dojë qefi pas momentit të mbarimit të kësaj proteste. Po gjatë kësaj proteste nuk ka forca politike që dalin nga kjo protestë, pra nga ana e grupit përgjithshëm koordinues, edhe grupacione politike. Kjo është bërë për arsye se qytetarët kanë dalë në këtë protestë dhe vazhdojnë të dalin në këtë protestë pikërisht për arsye se nuk ka një forcë politike pas kësaj. Në momentin që do të kishte një forcë politike, unë mendoj që qytetarët nuk do dilnin në këtë protestë. Pra fakti që po protestojmë pa forca politike dhe pa qëllim politik për ta përvetësuar presionin e protestës kundrejt një grupi të caktuar njerëzish, kjo i ka bërë njerëzit që të vazhdojnë të dalin për 70 ditë edhe më mbrapa në protestë. Po logjikisht aty do shkojë, do prodhohet diçka, mendimi im. U çuan me shumë drejt për Zvërnecin, Sazanin, për vjedhjet, ndërkohë ka ndodhur një vjedhje tjetër, këtu quhet tit fortot. Janë $2 miliard, ai ka thënë blerje armatimesh, po nuk dihet se çfarë është, training, whatever. $2 miliard është mërsisht shumë. Në një vend që ka një ushtri sa 9000, sa e ka Shqipëria? Jo, forcat armatose të Republikës së Shqipërisë janë 5000, por realisht janë vetëm 3500 forca me uniformë. Pjesa tjetër janë civila që punojnë në ushtri. Ushtri 3500? E kupton ku kemi shkuar? Po, me uniformë 3500, kurse në total janë 5000, pra pjesa tjetër janë civila që punojnë në ushtri. Dhe nuk kemi as tanke, as avion, as gjë, dhe është thjesht një blerje politike. Nuk posedojmë. Ndërkohë që Vučić shpenzon 1.6 miliard. Vučić ka blerë 1.6 miliard, po edhe ai ushtrin 20.000 ka. Nuk ka fuqi të bëjë as luftë, as ai, as Malizi, as Maqedonia. Por që të shpenzosh $2 miliard, është thjesht për të blerë akses politik, jo për të mbrojtur, për të rritur forcë armatimet e Shqipërisë kur ti s'ke ushtri. Am I right? No sense. Absolutisht, kjo blerje e Shtetit Bashkuar të Amerikës është për të blerë qasje politike në administratën amerikane, në Shtëpinë e Bardhë. Shqipëria nuk ka nevojë për një blerje armatimi ose çfarë do lloj investimi të tillë masiv në ushtrinë e Republikës së Shqipërisë. Ne kemi nevojë për investime në mjekësi, pasi njerëzit po vdesin, pra nga ushtria nuk po vdes askush. Njerëzit po vdesin për mungesë të ilaçeve, për mungesë të shërbimeve shëndetësore. Për këtë arsye ne kemi nevojë, pra në rast se këto para do ishin marrë, këto $2 miliard do ishin marrë për shpenzime shëndetësore, për përmirësime shëndetësore, për ilaçe shëndetësore, atëherë do ishim plotësisht dakord. Për arsye se do shpëtonte jetë njerëzish. Për momentin këto nuk shpëtojnë jetë njerëzish. Këto janë thjesht për të blerë
qasje politike të kryeministrit në Shtëpinë e Bardhë. Jo, ka dhe një tjetër janë sjellur, domethënë, Rumania ka marrë rreth 1 miliard loan. Por pjesën e interesit ja ka paguar Amerika. Neve s'na e paguan se është 300 milion, por interesi 5% për 12 vjet është 150 milion. Dhe nuk kam në listë nuk kam në Rumania, po. Rumania ka një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke ndërtuar në Rumani bazën më të madhe që po ndërtohet në Bashkimin Evropian. Bazën ushtarake më të madhe. Në rast se edhe Amerika do bënte një investim të tillë në rublin e Shqipërisë, atëherë do unë do isha dakord që të merrnim një kredi të tillë. Pra nuk do isha problem. Pasi një bazë amerikane do të garantonte të paktën për një 50 vjeçar Rumania paguan në këtij vendi. Rumania paguan interes, ne paguajmë interes, te kë kam interes 150 milion, te kjo doja dilja. Natyrisht që ka detyrime, 3% i GDP-s që kërkon NATO, pavarësisht se ai thot 5%, por 5% nuk ka fuqi Shqipëria. Si shembull nga këto është Polonia, është vendi që ka prosperuar më shumë nga gjithë lindja. E ka GDP-n 2.2 trilion dollar. Dhe është i vetmi vend që shpenzon 5% për GDP-n. Natyrisht që kanë problemet që janë kufi me Rusin, me ndjen më të rrezikuar, por unë do doja që Shqipëria të gjante Polonisë për reformat. Korrupsioni është minimal në Poloni. Rotacioni është spektakolar. Lek Walesa përpara 3 vjetësh me makinë qytetar privat në një Huawei të Amerikës, ndalon për të rregulluar i kishte skopjuar goma, polici me origjinë polake është habitur kur ka parë, ai ish po tani jam njeri thjesht, po shkoj të jap një leksion. Kur të ndodh kjo në Shqipëri, them unë, ne do të kemi filluar të jemi pjesë e asaj që quhen pjesë e perëndimit. Ndërkohë që ai po luan shumë me BE-n. Unë jam i sigurt që Gjermania është tmerrsisht e ftohtë me Ramën. Këtë ta them sigurt. Turqia gjithashtu. Por dhe këtu, kur Washington Examiner në faqe të parë thot Rama si në rregull, kur një kongresmen ngrihet dhe kërkon hetim nga CIA, dhe kur të mbajnë si kreun e narkotrafikut Jordan. A e shikoni ju këtë rrezik të lidhjes trafiqeve me Ramën dhe oligarkëve të prodhuar nga kjo lidhje? Jo, ne nuk e shikojmë si rrezik, ajo ne e shohim atë, ai është një fakt i cili ka të paktën që 10 vjet në rrubrimin e Shqipërisë që Rama ka kriminalizuar jo vetëm qeverinë, por ka kriminalizuar gjithë një pjesë të madhe të shoqërisë. Që me tentativën që nisi përbëri për kanabizimin e vendit, ajo ishte tentativa e parë e suksesshme e tyre për kriminalizimin e gjithë Republikës së Shqipërisë. Po fatmirësisht jo gjithë shqiptarët u morën me atë kanabis, që ai mundoi të kriminalizonte. Pra që aty nisi tentativa në mënyrë që të kriminalizonte me një krim të vogël dhe pastaj pjesa tjetër të vazhdonte normalisht ashtu siç ka vazhduar. Rama aktualisht dhe qeveria Rama janë të gjitha në duart të krimit. Pra i shërbejnë krimit dhe përdorin krimin për nevojat e tyre. Rama dhe krimi dhe qeveria Ramës me krimin në rrubrinë e Shqipërisë janë në simbiozë me njëri tjetrin. Është e vështirë ta ndash se ku fillon krimi dhe ku mbaron qeveria dhe ku fillon qeveria dhe ku mbaron krimi. I ka futur në parlament. Ka një kompleks ndaj këtyre të fortëve. Dhe ndërkohë, ta them me siguri që janë miliarda dollarët gjurmuar nga agjencitë zbuluese dhe gjurmuese të pastrimit të parave. Prestanome, aksioneri Aktualisht vetëm Spaku ka bllokuar vetëm brenda aktiviti 500 milion euro të tilla, të bllokuara me kërkesë të Spakut. Pra, është dhe çdo muaj një spakist vjen e trajnohet këtu. Çdo muaj. Po. Dhe Spaku vet 20 tetues ka, nuk mundet nëse dosjet masive nuk vinë nga këtu. Dhe unë besoj se Spaku mund të shkojë deri tek zyra e Ramës, se nuk ka. Kur ke shkuar tek Balluku që është tërësisht e kapur dhe gjysma e qeverisë ti, dje në orët e vona Shqipëria mori lajmin se do të ketë një ambasador. Ka 3-4 muaj që atje thonë ka kaluar, unë e dija që s'kishte kaluar, pati fat se hyrje në blok me 74 vet, se mund pësonte fatin e Kosten Lalçikut një vit më parë. Tani si ish ushtarak, si e shikon që vjen një ushtarak? Nuk është pjesë e diplomacisë. Quhet emrim politik kur nuk e nga departamenti, ai nuk është politikan, nuk ka paguar donacione. Tani e vlerësojnë rajonin dhe Shqipërinë në aspektin e një ushtaraku, apo është për luftën ndaj korrupsionit duhet një njeri me integritet?
Apo dhe ky do na Unë nuk zgënjej si mendoj se ka tjerë. të bëjë shumë me luftën ndaj Unë nuk mendoj se ka të bëjë shumë me luftën ndar korrupsionit apo me çështje të tjera, nuk besoj që ka të bëjë me çështje gjeopolitike, pasi Shqipëria nuk është në këto arena gjeopolitike, pra nuk ka një vend. Dhe ajo çfarë po ndodh në arenën gjeopolitike është larg Shqipërisë, pra nuk përbën një vend delikat në këtë aspekt që duhet një ushtarak i fuqishëm si punë zotërisë Ky i është cili po vjen. pensionist, nuk është Unë ushtarak mendoj ndërtimi. që po, ushtarak në pension që po vjen, unë mendoj që i përket njerëzve të rrethit të ngushtë të familjes Trump, dhe duke qenë se Rama është një nga njerëzit që e ka përdorur dhe ka keq përdorur emrin e familjes Trump, atëherë ka ardhur këtu thjesht si një person i cili Rama nuk mund ta keq përdori më dhe nuk mund ta gënjej më, Një ushtarak ka integritet. duke keq përdorur familjen Trump. Po, ka një integritet dhe sido që të jetë është pjesë e rrethit të ngushtë të Trumpit, të familjes së tij dhe është tjellë thjesht për të thënë Ramës që tashmë te tutje ti nuk mund të manipulosh më Shtetet Bashkuara të Amerikës, familjen Trump dhe të përdorësh emrin e familjes Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për interesat e tua. Pra thjesht për të treguar vendin e Ramës aty ku e ka. Një ish ushtarak nuk blihet. Ushtarakët kudo janë kanë integritet, kanë dinjitet. Ai ka qenë kandidat për në Katar në 2020, nuk kaloi. Dje pati shansin se dje kanë qenë dy sekretarë, sekretari i Labourit, kanë qenë 2-3 emërimet, po mos kria qenë në blok, nuk kalonte dot, ishin 74. Prokurori i përgjithshëm ka kaluar një të natës sot mëngjes. Dhe mund të ngilnim përsëri në nivel legate pa ambasador. Për fakti që Serbia s'ka ambasador, Kosova s'ka, Maqedonia s'ka, Malizi s'ka, ne kemi, ndërkohë që në Greqi kanë një këmbë zbuluar, tregon që ka një interes dhe kjo duhet shfrytzuar nga ne. Unë do të doja që ambasadori i ri të vi të takojë me ju, dëshira ime. Ne këtu si media mund ta kontaktojmë më parë, ai duhet takojë. Ai duhet takojë. Kjo i përket ambasadorit dhe mbi të gjitha ju përket juve shqiptarëve që jetoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për arsye se juve mund të bëni lobim të fuqishëm atje dhe ta detyroni pra lobi shqiptar në Amerikë. Në Amerikë dihet që lobi ka fuqi në arenën politike, edhe në vendimarrjet e politikës së jashtme dhe në rast se lobi shqiptar atje do të ishte i bashkuar, kjo gjë është e arritshme pas një lloj problemi nëpërmjet lobit shqiptar. Nëse Rama vjen në sesionin e OKB sepse ka radhën në shtator, ti je i sigurt që do të jenë mbi 1000 ose 2000 vetë që do të protestojnë. Këtë radhë nuk do të jetë thjesht tek dasma e motrës Aleksës, siç ishte se ka dhe atë ditë që është bërë atentati ndaj Trump ka pasur më pak roje se s'ka pasur Edvin Rama, i cili vinte për një aktivitet partijak, se kjo ishte administrata e Biden. Tan unë po të them tan, jem hiri se unë të falenderoj, është kënaqësi dhe natyrisht ju të gjithë, jo që keni dhënë shpresë për shqiptarët që jetojnë atje, por edhe për ne që jemi këtu. Është një energji shumë e madhe. Dhe natyrisht që si nuk kanë frikë, është ky tani unë jam nga i brez që ti e di, unë s'kam pas frikë ndonjëherë, por prap nuk është e lehtë në Shqipëri. Unë e them në anglisht God bless you. Zoti ju bekoft për trimërinë. Unë nuk mendoj që njerëzit kjo protestë e vrau frikën e shqiptarëve dhe fakti që e vrau frikën dhe gjithë ndet tashmë shqiptarët po protestojnë. Qëllimi kryesor, një nga pikat kryesore është të vrisnin frikën dhe frikën besoj që jemi duke vrarë ditë në ditë gjithë së bashku. Unë ju falenderoj juve shqiptarëve në Amerikë, të cilët keni qenë gjithë në mbështetje, vazhdoni të jeni në mbështetje dhe siç thash edhe pak më parë, me angazhimin tuaj më të madh, me mbështetjen tuaj më të madhe, mund të arrijmë edhe shumë gjëra. Atë që thoshte Fanoli, nëna moj mos ke frikë se ke djem në Amerikë, ne vazhdojmë t'i besojmë asaj. Po na duan Fanola, nuk është, po megjithatë këtu ka një brez i ri është gjithkund. Dhe ajo që veshin fanellën e kombëtares e duan Shqipërinë. Problemi është që vota jon këtu nuk e ka vlerën sepse sistemi është i tillë dhe kjo duhet ndryshojë, nuk duhet votuar me këtë lloj sistemi, me zarf. A diti që në Amerikë regjistruan vetëm 20.000 vetë? A kupton ku? Megjithatë ne shpresojmë tant falenderoj, do të jemi në kontakt. Falenderoj në emër të shikuesve të Focus TV. Kënaqësi. Çdo të mirë, edhe unë falenderoj dhe ju përshëndes gjithëve.